Sektori i ndërtimit në Shqipëri nuk lëviz më nga nevoja për strehim, nga rritja e popullsisë apo nga kërkesa reale e tregut, por nga para që kërkojnë të humbin origjinën, të zhdukin gjurmët dhe të shndërrohen në pasuri të paluajtshme, sepse betoni përthith shuma të mëdha dhe i kthen shumë shpejt në pronë të ligjshme, të regjistruar dhe të mbrojtur. Në 2 vitet e fundit, shteti ka dhënë 10 leje për kulla dhe 100 leje për objekte mbi 8 kate, ndërkohë që pagat, kreditimi bankar, kursimet dhe ekonomia formale nuk i afrohen kapitalit që kërkon ky volum ndërtimi, duke krijuar një hendek brutal mes asaj që deklarohet dhe asaj që ndërtohet. Hendek që nuk e mbush tregu, por para pa burim të ligjshëm. Paratë e drogës nuk ruhen në errësirë dhe nuk çarkullojnë jashtë sistemit, por kërkojnë sektor që i thithin shpejt dhe i kthejnë në pasuri të dukshme, dhe ndërtimi e kryen këtë funksion në mënyrë të plotë përmes blerjes së trullit, miratimit administrativ, faturimit të punimeve, nën kontraktimeve fiktive dhe shitjes së apartamenteve, duke e shpërndar paran kriminale në një zinxhir dokumentesh që e bën origjinën e padukshme. Korrupsioni nga ana tjetër e ushqen këtë mekanizëm, sepse rishfetet, tenderet e fryrë, kontratat e manipuluara dhe vendimet administrative të shitura nuk mbahen kesh dhe nuk fshihen në llogari anonime, por derdhen në projekte ndërtimi që japin pasurisë një alibi ligjore, duke e shndërruar pushtetin në bashkëfinancues të betonit. Bastet ilegale dhe lojrat e fatit të palicencuara prodhojnë çdo ditë qarkullim të lartë kesh, pa faturë dhe pa kontroll, dhe ndërtimi shërben si porta më e lehtë për ta futur këtë para në ekonomi përmes blerjes së apartamenteve, financimit të projekteve ose përdorimit të kompanive ndërtuese si lavatriçe financiare. Në të njëjtën skem hyn edhe fenomeni i call centerave mashtrues, të cilët prodhojnë çdo ditë flukse të mëdha kesh nga mashtrime financiare ndërkombëtare, kriptoskema dhe investime fiktive, para që nuk mund të qëndrojnë gjatë në qarkullimin informal dhe që duhet të përfundojnë shpejt në pasuri të paluajtshme përmes ndërmjetësve, blerjeve të apartamenteve, financimit të projekteve të ndërtimit ose përdorimit të kompanive guask, duke e lidhur drejt për drejt mashtrimin digjital me betonin dhe duke shtuar një burim tjetër të qartë të parasë së pisët, që kërkon hetim financiar serioz. Këtyre ushtohen kontrabanda, evazioni fiskal dhe aktivitetet e tjera kriminale që nuk kërkojnë struktura të sofistikuara për t'u pastruar, sepse mjafton një leje ndërtimi, një kompani guask dhe një seri transaksionesh që askush nuk i ndjek deri në fund, duke e kthyer ndërtimin në sektorin më të mbrojtur të parasë së paligjshme. Problemi nuk qëndron tek ekzistenca e kullave si objekte urbane, por te fakti se ato funksionojnë si instrument financiar për pastrimin e parave, ku askush nuk kërkon llogari për burimin e fondeve, për përputhjen mes investimeve dhe bilancave, për përdorimin e paras kesh dhe për arsyeën pse shuma kaq të mëdha lëvizin pa lënë gjurmë. Në këtë realitet, drejtimi i Klodian Brahos në krye të SPAK nuk matet me deklarata dhe as me platforma të shkruara bukur, por me një fakt të thjeshtë dhe të dukshëm. Nëse do të preken apo jo ndërtimet që sot funksionojnë si stre e sigurt për paratë e drogës, korrupsionit dhe basteve ilegale, sepse kush hyn realisht në ndërtim, hyn automatikisht në zemrën e ekonomisë kriminale. Mjafton një kërkim i thjeshtë në media për të gjetur indicie për 100 raste ku ndërtimi shfaqet si pikë takimi e parave të dyshimta, projekte me kosto që nuk përputhen me bilancet, kompani pa histori financiare që marrin leje për kulla, shitje apartamentesh që nuk justifikohen me të ardhurat e blerësve dhe zinxhir pronësie që ndryshojnë shpejt për të humbur gjurmët, indicie që janë publike, të dokumentuara dhe të përsëritura, por që rrallë shndërrohen në hetime të plota financiare. Nuk ka nevojë për premtime dhe as për mesazhe politike, sepse provat janë aty, të hapura dhe të lexueshme për çdo që kërkon, dhe ajo që pritet nga SPAK në ndrejtimin e Klodian Brahos është vetëm një gjë konkrete, që këto indicie të mos mbeten në sirtar, por të kthehen në dosje penale që prekin burimin e paras dhe jo vetëm sipërfaqen e betonit.